Në Shqipëri po rritet numri i familjeve që zgjedhin të birësojnë fëmijë. Nëse për vitin e kaluar u mbyllën 12 raste birësimi, këtë vit numri ka shkuar në 23, ndërsa disa të tjera janë ende në procedurë. Burime nga Komiteti Shqiptar i Birësimeve bëjnë me dije se numri i kërkesave në 2024 ka qenë rreth 17, ndërkohë që në këtë vit ka shkuar 17 deri në momentin aktual, por janë 6 të tjerë në proces që konsiderohen të mundshëm për të filluar procedurat e birësimit. Shumica e aplikimeve vijnë nga çifte që nuk kanë mundur të kenë fëmijë biologjik dhe pas metodave in vitro, por ka dhe raste kur vendimi merret nga dëshira për t'i dhënë një familje, një fëmijë në nevojë. Mentaliteti duket se ka ndryshuar gradualisht. Familjet shqiptare po tregojnë më të hapura ndaj moshave, gjinisë dhe problematikave shëndetësore të lehta. Mësoj se numri i birësimeve në moshë të vogël është normalisht më i lartë, por në vitet e fundit aplikantët kanë zgjeruar fashën e pranimit të fëmijëve. Rastet më të suksesshme janë kur 2 ose më shumë fëmijë nuk ndahen nga motra dhe vëllezërit duke u birësuar në një familje, si dhe birësimet e fëmijëve me probleme shëndetësore, thonë burimet nga Komiteti Shqiptar i Birësimeve. Kërkesat më të shumta sipas Komitetit Shqiptar të Birësimeve vijnë nga Tirana, Durrësi, Elbasani, Korça, Kavaja dhe Lushnja.